Mos marrëveshje në punën e verifikimit të përmbytjes, kur në këtë familje që jemi tani, lartësia e ujit të paktën kalon mbi 1,5 metër në shtëpi. Dhe juve po e dëgjoni që unë po bëj pak, jo debat, por bisedë normale me këta të verifikimit të familjeve, dhe në 1,70 metër që është ujë, të thuash që nuk është dëmtuar shtëpia, kur vetëm pjesa elektrike e kësaj familje, nuk e di, po një specialist e di shumë mirë se sa mund të kushtoj. Për gjëra tjera pasaja, unë nuk di çfarë mund të flas. Unë jam për verifikim të saktë, si ai që është 2 metro dhe ai që ka 10 pond ujë në shtëpi, është si mund t'i presish këmër një njeriu të thuash që je normal siç ke qenë. 10 pond ujë është e dëmshme. Si ai që ka 10 pond ujë dhe ai që ka 1 metër ujë. Është shumë e dëmshme. Si mendoni, ka pretendime banorët për kompensim të dëmeve në renditje? Unë nuk jam në çdo familje, banorët kanë të drejtë. Në qoftë se ata kanë probleme, kanë të drejtë. Kanë gjithmonë dhe miratimin tim dhe zërin tim. Unë e kam dhënë me çdo lloj gazetari, të thot një gazetar që unë nuk kam folur një të drejtë kundrejt banorëve. Besoj që çdo gjë ka kohën e vet. Lumi vjen me një herë, të tjerat vinë më pas. Atëherë dje jemi marrë në fshatin Ferras, në të gjitha subjektet, familjet. Janë rreth 120 familje të prekura nga vëshimi i ujit brenda familjeve. Dje jemi marrë me pastrimin e tyre, largimin e baltës, hapjen e kanaleve për largimin e ujit. Kjo është faza e parë. Dhe dje kjo është përfunduar dhe ka filluar rivlerësimin në 10 familje për rivlerësimin e dëmeve. Sot grupet e punës, kemi shtuar disa grupe pune dhe sot dhe nesër besoj që do ta përfundojmë plotësisht për të gjitha rivlerësimin e dëmeve në familjet në fshatin Ferras. Duhet të theksoj, njerëzit janë në të drejtën e tyre për shqetësimet që kanë, por duhet kuptojnë edhe vështirësitë që kemi. Se ne si qytet kemi fatin që lagemi nga 2 lumenj, po kemi dhe riskun nga natyra që prekemi dhe na shkaktojnë fatkeqësira të tilla. Dhe Bashkia Fier është goxha e impenjuar, si në lumin Vjos, po dhe në lumin Seman që në këto momente që po flasim është në pikë kritike. Kështu që përfundimisht për fshatin Ferras, për fat edhe të kohës që po hapet, lumi Vjosa është në shtratin e vet dhe ne do merremi me të gjitha detajet për t'u gjendur të gjitha familjeve që u përmbyten. Nuk do ngelet asnjë familje pa u kompensuar për dëmet që janë shkaktuar nga përmbytja. Gjithashtu besoj edhe ju keni qenë prezent dhe na keni ndihmuar në shumë momente sinjale që na keni dhënë, ne i kemi marrë të gjithë, kemi marrë disa pleq, kemi çuar në spital, ju jemi gjendur për çdo gjë. Problemi më i madh që shoh unë që njerëzit duhet të bëhen pak të ndërgjegjshëm. Ne kemi rreth 10 ditë që e kemi njoftuar këtë situatë dhe njerëzit duhet të largohen. Dhe në momentin që vjen lumi, forcat e ushtrisë kanë sakrifikuar shumë, kanë bërë 10 evakuime nga banorë të ndryshëm në momente të caktuara. Prandaj njerëzit duhet të jenë më koshient dhe kjo histori po na ndodh dhe në lumin Seman. Lajmërimet që bëhen mbi një bazë të një risku real dhe i monitoruar shumë me profesionalizëm, duke filluar nga burimet lumore, në rastin konkret lumit Seman të 2 hidrocentraleve, jemi në kontakt vazhdueshëm mbi prodhimin në metër kub të sasisë ujit dhe të derdhjeve që bëjnë ata. Kështu që njerëzit duhet të jenë më koshient se në momentin që vjen uji nuk bëjnë dot gjë. Largimi i tyre duhet të bëhet në momentet e njoftimit, njerëzit duhet të jenë çik më të përgjegjshëm për. Dhe pjesa tjetër që është goxha e vështirë janë të përcaktuara. Argjinatura dhe denë është pjesë e shtratit lumit. Dhe duhet jemi të kujdesshëm shumë dhe në vendosjen e stallave, dhe në vendosjen e shtëpive, është pjesë e lumit. Ajo është gjithmonë e riskuar nga prezenca e ujit. Aktualisht problematika. Atëherë unë në këto momente që andej po vi dhe ato janë në riskun e
të prekurit. Ne kemi vendosur, në qoftë se do jetë e nevojshme, të gjitha bagtit do të çohen te tregu i bashkisë për të sistemuar, për të akomoduar përkohësisht atje. Ndërkohë dhe prezenca e ministrit ju premtoi për ushqim koncentrat, do merren kërkesat sipas administratori i njësisë është caktuar për të verifikuar edhe nevojat e secila fermeri dhe do të shpërndahet edhe koncentrat siç i premtoi dhe ministri. Është në monitorim të vazhdueshëm, siç thash, nga burimet me hidrocentralet, akoma Semani është në ngritje. Po një ngritje graduale dhe kjo pasqyrohet e disa orëve më përpara, rreth orës 3-4 të mëngjesit, që shkarkimet ishin në kuotën maksimale. Tashi me komunikimin që kemi me hidrocentralet, shkarkimet kanë rënë. Besoj 2-3 orë është se sasia e ujit që vjen nga hidrocentrali Banjës, që vjen këtu tek ne në Brostar, do rreth 4-5 orë dhe besoj do ketë pak ngritje dhe ulja do filloj pas 2-3 orëve. Çfarë ke brenda? Kam dele, lop t'i hoqa. Sa? Kam ja 20 dele kam një brenda. Lopët i hoqe. Lop t'i hoqa. Edhe dele tjera i hoqe, kishte 300 dele. Mirë, se do të sjellim mjet. Okej? Po mos fute me unë, ta fle mendin. Po tash ti vazhdo bëj, të lutem, se Ti ministri. Brostari asnjëherë nuk ka marrë. Kur është mbitur Vjosa në fshatër të Vjosës e ka marrë këta, zharza këta këti. Më ka thënë njëri nga këta. çfarë viti? Në ngonë dele. Drejtora. Ta që Çfarë viti po flet? Po çfarë viti po flet? kur e ka pat PD? Diku aty ka qenë si Ka se. jemi me Por e le pesane, edhe tash ja shumë në berë. Asgjë s'kam, çfarë? Po rri, çka ke? S'ka Do të zgjidhë. Po zgjidhin gjë. në gjellova. Ardhur delet. Çfarë të ka ardhur? Dilja. Dur. 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 Stallën kam hypur. Po vetëm na pulat me ridem shumë. Pulat ushqimin mbajnë nga marrë në 700-800 lekë radhë me ta. Atë kam problemo në të Ushqimi koncentrat, jemi parasysh po vazhdojmë ta shkruajmë. Inshallah, zoti ju lutë. Edhe në firë, edhe në Edhe nga ju po. Po, ne e dorëzojmë njësi.
Aty kam problemo në të Ushqimi koncentrat, jemi parasysh po vazhdojmë ta shpërndajmë. inshallah, zoti ju lutë. Edhe në fier, edhe në Kush do të lorë, na ju bëj? Po, ne e dorëzojmë njësi. Na mojmë sa. Çfarë do bëjnë bashkë? Stallën e kam hypur. Po vetëm na pulat meridem shumë. Pulat ushqimin mbajnë nga marrë në 700-800 lekë radhë me ta. Zoti ministri, vrostaria asnjëherë nuk ka marrë. Kur është mbitur vjosa në fshatrat e vjosës e ka marrë këta, zharza këta këti. Më ka thënë njëri nga këta, Qa viti? Më ngonë ndilët. drejtora. Ta që Qa punë. viti po flet, po qa viti po flet. Kur e ka pat PD, diku ashtu, aty ka qenë sistem. Jemi me... Por e le pesane, edhe ta shia shumë në berë. Po zë s'kam, çka kam. Po rri, çka ke? S'ka Po mo, zgjidhë. s'ka mo. Po zgjidhë gjë. Në gjëllë